Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso në takimin e radhës ndaloi në Fush Dukat, në Dukatin me qendër të rikonstruktuar dhe shkollën e kuqe të rehabilituar. Në një bisedë në sheshin e rikonstruktuar, në hijen e Rapit dhe besimin e burrave për mandatin e 4 të Partisë Socialiste. Në Dukat Fush, banorët prisnin jo vetëm shumë investimeve në bujqësi, por edhe angazhimin e kandidatit dhe qeverisjes vendore për problematikat e energjisë elektrike. Në drejtimin e shumë gjërave në këtë qytet, si nga Partia Socialiste, po edhe në drejtimin e qytetit, të gjitha këto punë vinë si angazhimi i një force politike edhe një vizion të forcës politike avantgard në krahasim me ata që neve kemi përballë. Dhe për këtë ne duhet jemi krenar. Të gjithë jemi në pararoj për ta ndryshuar të gjithë të zonë kështu. Unë shpreh angazhimin që nëse juve do të besoni te Partia Socialiste dhe nëse ju do të besoni te Klevis Kaso, unë do të jem i vetmi djalë i kësaj zone, ose do të jem nga djemt e dedikuar të kësaj zone, që për gjithë secilin prej jush, që do të keni probleme personale, probleme të komunitet, unë do jem në dispozicion natën dhe ditën. Këtë gjë e kam karakteriale dhe dua që bashkë me ju të krijojmë atë fushatën time. Nëse juve do doni që të përfaqësoni nesër në parlament, sikur gjithë secili prej jush të quajë nesër në parlament, më keni mua dhe unë ju jap garancinë në maksimum që vota juaj nuk do jetë dëm. Unë dua t'ju them që mbas datës 12, nëse unë jam apo nuk jam deputet i Parlamentit të Shqipërisë, jam një nga ju. Nëse juve do të besoni votën te mua, keni bërë investimin tuaj personal. Se në parlament, unë para disa vitesh nuk e kisha ëndër të isha deputet i Parlamentit të Shqipërisë, ose nuk e kisha ëndër as të isha kandidat i Partisë Socialiste. Ndërsa në fshatin e Radhimës, nga takimi me banorët shtëpi më shtëpi, që sipas kandidatit Kaso, sezoni turistik është shumë i zhvilluar në këtë zonë dhe ardhmja për zhvillimin ekonomik. Kaso ka përmendur projektet në infrastrukturë, të cilat sipas tij kanë zbukuruar Vlorën dhe i kanë dhënë piknisjen e të ardhmes turistike. Misioni dhe vizioni jo vetëm i Partisë Socialiste, por edhe i kandidatit për deputet Klevis Kaso, është Vlora dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian.